Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salatat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jetësie. Xhamatli nderuar, vëllezër musliman, motra muslimane, sonte do të flasim për historinë e Nuhut a.s. dhe mësimet që nxjerrim prej saj apo prej kësaj historie. Nuhu a.s. sigurisht zë një vend thelbësor në traditën islame si pejgamberi I parë I dërguar të një komunitet apo të një grup njerëzish të cilët ishin idhujtar që pas Ademit a.s. Pra, prej Ademit a.s. edhe deri te Nuhu a.s. apo populli I Nuhut nuk ka pas idhujtari. Ndërsa populli I Nuhut a.s. është I pari që fillojnë me I adhuru idhujt. Nuhu a.s. paraqitet në Kur'an si model I qëndrueshmërisë, thirrjes së vazhdueshme dhe durimit në përballje me mohimin shoqëror, pra mohimin kolektiv që ja kanë bërë. Allahu xhalla shanuhu në Kur'an thotë: ne e dërguam Nuhun te populli I tij. Pra ky rrëfim ka funksion teologjik, etik dhe civilizues në formimin e besimit islam. Para se të lindte populli I Nuhit a.s., në mesin e stërgjyshërve të tyre kishin jetuar 5 njerëz, të cilët shquheshin për devotshmëri dhe për që ishin njerëz tepër të mirë. Pas vdekjes së tyre, njerëzit në shenjë kujtime dhe fisnikërie që kishin për ta, u kishin bërë statuja. Kalohej një kohë e gjatë, ata që I kishin gdhendur statujat kishin vdekur dhe me kalimin e gjeneratave filluan gjeneratat e reja pastaj që të thurrin elegji për ata 5 persona, filluan që të krijojnë mite për ata 5 persona, pra një ngritje jashtënormales të cilën e meritonin për të I respektuar. Dhe në një gjendje të tillë, sigurisht që Iblisi, si I përbetuar kundër njeriut në mënyrë të hapur dhe të vazhdueshme deri në ditën e gjykimit, e shfrytëzon për mrekulli këtë rast që Iu ofrua për t'i vendos njerëzit në lajthitje. Dhe dal nga dal, domethënë me kalimin e gjeneratave, filloi që t'u fut gjeneratave të reja vezvesën në kokat, në mendjet e tyre, duke ju thonë se këta e meritojnë që të jenë zota. Dhe me kalimin e kohës, pra, ata filluan që të I besojnë si zota, ata 5 persona, dhe kështu lindi adhurimi I idhujve. Dhe në këtë gjendje, apo në këtë klim të kësaj shoqërie, Allahu xhalla shanuhu e dërgoi Nuhin a.s. për me I drejtu këta njerëz në rrugën e drejtë.
konteksti teologjik i misionit të Nuhut a.s. Në rënd parë ishte thirrja në tauhid, pra thirrja në njëshmërinë e Allahut xhaleshanuhu, sepse ishte një klim e rënduar, ishte një jetesë e rënduar në aspektin e besimit, sepse ata ishin në një gjendje shumë të rëndë të besimit, sepse besonin në shumë zotra, pra i besonin idhujt. Nuhi a.s. vazhdoi të thirrste popullin e tij në rrugën e Allahut pa ndërprerje për 950 vjet. Allahu xhaleshanuhu thot në kapitullin El Ankebut, ajeti 14: Ne e dërguam Nuhun te populli i vet, e ai kaloi ndër ata 1000 pa 50 vjet. Pra 1000 pa 50 vjet i bie 950 vite. 950 vite vetëm duke i thirrur në fe, duke i thirrur në besim në një Allah. Pra për me u largu nga idhuj adhurimet që i kishte kapluar në atë kohë. Ai tashmë kishte vërejtur që numri i besimtarëve nuk po rritej, nuk po shtohej, ndërsa numri i jo besimtarëve dita ditës ishte në rritje e sipër. Mesazhi themelor ishte largimi nga idhujtaria dhe kthimi në adhurimin e Allahut të vetëm. Ishin fjalët e Nuhut a.s. që i sjell Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e Kerim, kapitulla El A'raf, ajeti 59, që Nuhu ju thoshte popullit të tij: adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Sipas komentatorit të Kur'anit Ibn Kathiri, idhujtaria u shfaq pas ndërtimit të tepruar të njerëzve të mirë, u shfaq pas nderimit, idhujtaria u shfaq pas nderimit të tepruar të njerëzve të mirë të brezave të mëparshëm, të cilët më pas u kthyen në figura kulti apo u kthyen në idhuj që i adhuronin ato. Allahu xhaleshanuhu ai kishte njoftuar që të mos dëshpërohej as të ndjente keqardhje për ta. Vet në këtë moment Nuhi a.s. i lut Allahut xhaleshanuhu që ti shkatron të gjithë jo besimtarët, duke thënë: e Nuhu tha: o Zoti im, mos lë mbi tokë asnjë pa besimtar, sepse nëse ti i lë ata robërit tu, do t'i humbin dhe prej tyre nuk lind tjetër vetëm të prishur e jo besimtar. Mbi bazën e këtij ajeti kuranor, pjesa se prej tyre nuk lind tjetër vetëm të prishur dhe jo besimtar, ka mendime të dietarëve islam se edhe fëmijët e posa lindur kanë lindur jo besimtar, Allahu e di më së miri. Metodat e davetit të Nuhit a.s., pra metodat e thirrjes në fe, në besimin në një Zot, në legjislacionin e tina që me cilën është ngarkuar nga unë Allahu xhaleshanuhu. Kurani përshkruan një strategji misionare të lloj-llojshme, të larmishme, si dhe afatgjat. Pra nuk ka thirrë një ditë, 2 një vit, 2, 3, 10, 20, po 950 vite. Pastaj thirrje publikisht, fshehurazi, ditën, natën, me argumente dhe këshillime shumë të buta, siç thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an: unë i kam thirrur ditën dhe natën, pastaj u jam drejtuar hapur, pastaj fshehurazi. Pra sipas Imam Kurtubiut thekson se ky është model metodologjik për thirrsin në fe, për ata të cilët dëshirojnë
ta marrin misionin e thirrjes, duhet të kenë parasysh që nuk ka komoditet në thirrjen në të vërtetën. Duhet më angazhu ditën, duhet më angazhu natën, duhet më angazhu fshehurazi, duhet më angazhu haptazi, duhet me pas durim, me pas këshillat e buta, sepse një diçka paqësore që thirrën ta nuk është e pamundur dhe e palogjikshme me thirrë në islam ta zomi, në paqe, me metoda arrogante, me shprehje arrogante, duke bërtit, duke nxjerr damor në qafë sa grushti i dorës. Domethënë këto nuk janë metoda të cilat nuk janë metoda të pëlqyera faktikisht as nga Kurani e as nga praktika e Muhamedit alayhis salam, pejgamberit tonë. Mohimi shoqëror dhe arroganca elitare. Është shumë interesant që gjithherë elitat ekonomike apo të pasurit dhe politike, pra udhëheqësit e një vendi, gjithashtu edhe të populli i njohur, pra të pasurit dhe udhëheqësit e popullit e refuzuan nuhin me argumentin klasor. Domethënë argumentin kështu jo logjik, po klasor, vetëm pse ne jemi elitë ose vetëm pse jemi të pasur, ne nuk të besojmë ty. Allahu xhaleshanu thotë, ne shohim se pastaj e kanë ndjekur vetëm më të varfërit dhe vetëm më të thjeshtit. Pra Allahu xhaleshanu na tregon se kush kanë qenë ata të cilët e kanë ndjek Nuhun alayhis salam, e që kur na tregon Zoti që e kanë ndjekur Nuhin alayhis salam vetëm të varfërit dhe të thjeshtit, atëherë na bëhet e ditur se të pasurit dhe ajo elita udhëheqëse e ka kundërshtuar apo nuk e ka përfill apo nuk e ka ndjek. Fahrudin ar-Raziu shpjegon se ky ajet shpalos dinamikën sociale të përbuzjes së shtresave të ulta dhe paragjykimin ndaj tyre. Pra ky ajet kuranor sipas Fahrudin ar-Raziut na tregon se elita politike dhe ajo ekonomike, pra të pasurit, e kanë përbuz Nuhun alayhis salam, si dhe shtresën e varfër dhe njerëzit e thjesht. Në historinë e Nuhit alayhis salam ka edhe disa ngjarje shumë të interesante dhe shumë të rëndësishme. Ndërtimi i anijes dhe tallja publike. Pra kur çështja mori fund dhe kur Nuhu alayhis salam e bëri i u lut Allahut xhaleshanu me shfaros çdo jo besimtar në sipërfaqe të tokës, atëherë pra kjo çështje mori fund. Allahu shpall urdhrin dhe gjykimin e tij hynor për shkatrimin e jo besimtarëve nëpërmjet përmbytjes. Allahu urdhëron Nuhun alayhis salam që ta ndërton një anije me moton, me mbikëqyrjen tonë dhe me mirësitë dhe me mësimet tona. Që do të thotë me dijen dhe mësimet e Allahut e në përputhje me urdhrat e tij, si dhe me ndihmën e engjëjve. Allahu i dha urdhër Nuhut alayhis salam të ndërtonte anijen, siç thot në Kur'anin e Kerim, dhe ndërto anijen në mbikëqyrjen tonë. Kapina Hud, ajeti i 37. Kur'ani tregon për sociologjinë e talljes ndaj besimit. Sa herë që kalonin pranë tij, krerët e popullit e tallnin, banin hajgare. Edhe kjo ajet është në kapitullin në Hud, ajeti 38. Sipas Taberiut, kjo tregon kontrastin midis urdhrit hyjnor dhe logjikës materialiste të shoqërisë. Sepse Nuhu alayhis salam ishte duke ndërtu anijen jo në ujë, po ishte duke ndërtu në tokë. Faktikisht edhe sot ndërtohen anijet në tokë, pastaj hudhen, lëshohen në ujë. Mirë po, logjika e tyre asaj kohe
e ka qenë aq e ullt, aq e dobët, sa që janë tallë me Nuhun a.s. dhe me ata të cilët e ndihmonin Nuhun a.s. Kanë bëhe garë me ta se që është e mundur me ndërtu një anije apo një ark midis tokës, ku asaj në vitet ujë dhe ajo duhet me lundru, dhe mund kanë bo hajgare të pruara. Mirë po vjen për mbytja dhe shpëtimi i besimtarve. Allahu Gjellëshanu më thot, ne e hapëm qiellin me ujë të rrjedhshëm. Pra uji nga të gjitha anët ka buru, nga qielli, nga toka, derisa ka fillu me ujë lëkund, anija e Nuhut a.s. dhe me ngrit niveli dhe pastaj anija me pas mundësi me lundru. Pas vetëm disa orësh nga fillimi i përmbytjes, çdo rebel kundërshtar ndaj urdhrave të Allahut u fundos dhe u përmbyt. Mbi fytyrën e tokës nuk kishte mbetur asnjë krijesë e gjallë përpos këtij grupi të vogël besimtarësh të sinqert. Brenda kësaj anijeje, sigurisht edhe të gjitha llojet e kafshëve që u urdhëru Nuhu a.s. si që ti i merë në qift. Pra, llojet e gjallësave të cilat ishin përzgjedhur me kujdes. Anija simbolizon mëshirën dhe shpëtimin hynor, ndërsa përmbytja është pasojë morale e mohimit kolektiv. Sipas haditheve të vërteta, Nuhi a.s. është prej ulul azmi minar rasul, pra prej profetëve të vendosur. Në historinë e Nuhut a.s. e kemi edhe një ngjarje tjetër që është epizodi i birit të Nuhut a.s. Pra djalli tragjik i refuzimit familjar. Sepse gjatën kohës ai i kishte thonë Nuhut a.s. se është besimtar, mirë po kur vjen momenti për me hyp në atë anije të shpëtimit, ai thotë se unë asnjëherë nuk të kam besu. Pra, ai tha, o biri im, hip me ne, ndërsa ai tha, do të strahohem në një mal, kurse Nuhu ja kthen, sot nuk ka shpëtim, dhe ai u mbyt, pra djali i Nuhut. Ky epizod thekson se afërsia familjare nuk e zëvendëson besimin. Nga mësimet kryesore etike dhe morale që nxjerrim prej historisë së Nuhut a.s. është durimi strategjik në mision. Shembulli i durimit afatgjat në thirrje. Pra Nuhu a.s. kishte thirrë në besim 950 vite. Besimi mbi logjikën materialiste, besimi i sinqert në urdhën hynor përballë talljes shoqërore. Pra, me gjitha maltretimet, me gjitha abuzimet, me gjitha torturat, si psikologjike, si fizike që u kishin bon Nuhut dhe ndjekësve të Nuhut, shtresa e pasur dhe ajo politika apo udhëheqëse, prapë se prapë këta nuk ishin lëkundur në besimin e tyre. Përgjegjësia kolektive morale, shkatrimi erdhi pas kufizimit të së keqes në norma shoqërore. Mësimi familjar, feja mbetet zgjedhje personale e jo lidhje gjaku. Shkaqet kryesore që quan në shkatrimin e popullit të Nuhut, mund të themi se janë se ai popull adhuronin idhujt dhe nxitnin për idhujtari. Përveç një numri të vogël besimtarësh, pjesa tjetër e popullit ishin mohues. Mohonin ringjalljen dhe ditën e llogarisë. E përçmonin Nuhun a.s. dhe të gjithë besimtarët e tjerë për shkak se ishin prej shtresave të varfëra dhe ishin njerëz të thjesht. Pra Nuhu dhe besimtarët ishin
njerëz të thjeshtë dhe shtresë të varfër. Edhe pse Nuhu a.s. ishte një person i besueshëm dhe i drejtë, pasi u bë profet, pasi u tha që jam i dërguari i Zotit për të ju drejtuar në rrugë të drejtë nga se keni lajthitur, ata me njëherë e përgënjeshtruan. Madje shkuan deri aty sa e mundonin dhe e ofendonin. Megjithse Allahu u kishte falur mirësitë e shumta, ata nuk falenderonin as pak për ato mirësi. Femrat e tyre nuk e dinin apo nuk e njihnin turpin dhe edukatën. Të gjitha këto u bën shkaqe të shkatrimit të atij populli kokëfort e të pagdhendur. Historia Nuhut a.s. nuk është vetëm rrëfim historik, por model civilizues që fton në tauhid, në besim në një Zot dhe sinqeritet, durim në thirrje, ndërtim moral e shoqëror, vetëpërgjegjësi individuale si dhe kolektive. Pra, nëse mirën parasysh shkaqet që kanë qunë në shkatrimin e Nuhut a.s., këto duhet të jenë mësime për ne që mos të bimi në këto gracka apo kurtha të shejtanit të mallkuar që Zoti të na ndëshkon me ndonjë ndëshkim të cilin nuk mundemi me përvallu. Prandaj ne e lutim Allahun xhalla shanuhu që këto të jenë mësime për ne dhe të jemi të fortë në rrugën e Allahun xhalla shanuhu, jo ta pëlqejmë rrugën e djallit të mallkuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.